Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Malësi e Madhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin DK 28 vjeç, banues në Koplik për veprat penale shkatrimi pronës nga pakujdesia dhe largim nga vendi i aksidentit, pasi mbrëm duke drejtuar automjetin e tij në Vukpalej, si pasojë e humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjetit, ka shtypur 30 bakti të imta dele dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin IB 26 vjeç, banues në Rëshen, pasi duke drejtuar automjetin e tij në gjendje të dehur ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka goditur tabelën e rrethrotullimit në lagjen Partizani. SG 26 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit RB 25 vjeç, banues në fshatin Gora, i cili duke drejtuar automjetin e tij është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin me inicialet CT 67 vjeç, banues në fshatin Lohe, i cili ishte duke drejtuar motomjetin e tij pa leje drejtimi. Si pasojë është dëmtuar lehtë shtetasi me inicialet CT, i cili ndodhet në Spitalin Rajonal të Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Malësisë së Madhe referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për 3 shtetas të mitur, 2 17 vjeçar dhe 1 16 vjeçar, pasi dyshohet se janë konfrontuar fizikisht dhe goditur duke u shkaktuar dëmtime në pjesën e fytyrës 2 16 vjeçarëve banues në Tiranë. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.